Në 4 orë zhvilloi edicionin e 3 të Tech Talks, një seri panele që synojnë të sjellin perspektiva të reja mbi industrinë digjitale dhe rolet në zhvillim brenda saj. Këtë herë fokusi ishte tek karrierat alternative në teknologji, pozicione që nuk kërkojnë kodim, por që kanë një ndikim të madh në dizajnimin dhe funksionimin e produkteve dhe bizneseve teknologjike. Sapo e përmbyllim edicionin e 3 të 4 orë Tech Talks, ku panelisti kishim Rezon Karpuzin, Arta Mustafën dhe Arlin Bosliun. Isha shumë i kënaqur prej pjesëmarrjes publike, si dhe prej panelistëve që të gjithë ishin profesionalistë të degësve të respektive. Ideja e 4 orët është ta formojmë një komunitet ku të gjithë mundemi të inspirojmë të rinjt dhe të japim një pikpamje të re në botën e teknologjisë dhe shpresoj mbas eventit të sotshëm të jemi afru këtij qëllimi ose ta kemi arrit. Diskutimi trajtoi tema si roli profesionistëve jo teknik në kompani, kërkesat e tregut për profile alternative, mënyrat si të rinjt mund të hyjnë në industri pa background në programim dhe evolucioni i karrierave në ekosistemin lokal të tech. Pjesëmarrësit patën mundësi të përfitojnë nga përvoja e panelistëve, të marrin udhëzime praktike dhe të angazhohen në bisede të hapura me komunitetin. Eventi u zhvillua në hapësirat e Inox dhe shënon një tjetër hap për në 4 orë drejt ndërtimit të një platforme të qëndrueshme për edukim, inovacion dhe bashkëpunim.